Shumica, një pjesë e madhe të rime, nuk po them shumica, se nuk kam shifrat tani të them, po mund të shofësh shifrat në përburgje, mund të shofësh shifrat me ndjekjet penale, mund të shofësh të tjera. Pra, është kthyer. Ata kanë vënë gjithë ambasadorët. Kemi problem me ekonominë informale. Kemi problem me krimin jo të rrugës, se krim rrugës ka kudo. Po flasim për krimin ekonomik dhe për krimin e organizuar. Po flasim për veprimet mafioze. Po më ne kemi parë policë që shoqërojnë kriminal. Ore i keni parë, ne i kemi shoqëruar, ju i keni shoqëruar. Jo, mos sa çështje janë filluar për prokuror, për policë, për ai ishte gjyqtarja që dashuronte një kriminal, po. Nuk e di atë. Po ja di unë. Ishte vëri këto malet që ngrihen mes Tiranës? I dëgjojmë në raportet që thonë mediat edhe ekspertët që thonë nuk justifikohen kredit bankare me këtë fluks parash? Janë investitorë strategjik, nuk i njëti. Po pra, ku justifikohen për bukuri, po. Investitor strategjik. Po jam le të flasi ky ekonomist. Ja le të flasi. Nuk është ai problemi sa janë gjitha justifikuar. Ja të flasi ekonomisti. Ti ndërton 50 kaçe. Po. Se shumë para qoftë edhe nga mos kalojmë këtë është një temë tjetër. Jo, po dal ke administrata do dalun, të administrata. Se pos kontrolloj shteti, të situatë do kesh, edhe njerëz do rrinë rrugë. Fenomen. Babajnë si përmarës, shkon, baron shkollën në Angli, në universitetet më të mira, Angli, Amerikë, vjen punon në administrat dhe nuk ka as një del tjeti pavarur, moret, filloj një biznes të vetin. Më dhëmë të ngrihet dhe të thotë unë do bëj një gjë timen. Po ka dashuri për vëndit. E vdekur, një rini pa inspirim, një rini, ku di unë, qa rini është kjo më? Është një rini pa inspirim. Po. Ore, ka dashuri për vëndit, pëse nuk me ndonë këtë, që ka pasion. Dashuri për parazitizmin. Ose për të bërë para shpejt, se ka parë babajnë edhe nënën. Qofse ti merë $2.000 për një transport të bardhe, e kupton? Çfarë të bardha? Nuk të hynë në punë oferta për të marrë 700.000 lekë në muaj. Jo, ka drejtë. Është ky modeli. Është modeli shoqëror. Atë punë ti do e bësh një muaj, ja e zëm një vit, ja hove. Ajo që nuk po kuptojmë në këtë emision është kjo. Do ndërtuar njeriu e dashur. Ke shkatruar njeriu në vite. E ka shkatruar familja pra, se këtu konstitute. E ka shkatruar familja dhe politika. E ka shkatruar familja, që i shkollon në shkollat më të mira dhe i sjell të bëjnë punët pa lidhje fare me shkollën. Po pse duhet shkosh vetëm shkollat më të mira? Edhe këtu shkollat mira ka. Kemi plot student të shkëlqyer, unë kam thënë si vet. Po të them që ai goditja që ka marrë ky vend, edhe për ato që thua që janë pa punë, nuk shkojnë të punojnë. Janë dëmtuar në mentalitet. Ky është problemi parë. A kemi gjithë rëndin që do të bëjë para shpejt? Ky është modeli sotëm. Ne duam bëjmë para shpejt. Nuk do të punojmë, nuk do të punojë. Kjo është më frikë se të bësh para shpejt. Po pse s'do të punojë? Ku ka më mirë se të bësh para shpejt pa punuar? Se e merr bencin 50.000 euro. Se e merr nëpërmjet asaj që shpërndan. Dhe po ti shkosh në shtëpi, po ti shkosh baban dhe maman, babai dhe mamaja jetojnë me një zgëqja një dhomë me kuzhina, një dhomë. Jo, se ke edhe shumë prindër që i mësojnë... Unë kam një